Ky album u lëshu me miliona herë, po se ka asnjë stream. Në vitin 2021, Valentin Hasen, artisti nga Berlini, e nxori albumin Worthless. Albumi ka 30 këngë, secila veç nga 29 sekonda, 20 sekond më pak se limiti që Spotify e llogarit si dëgjim, regjistron statistika apo më e rëndësishmja, lëshon pagesa për artist. Edhe pse është përndoshëm online edhe është lëshu pa në telefonat hakum si pjesë e një instalacioni artistik që e imiton click form, albumi Worthless s'ka fitu as edhe një cent. Mundet me tinglu si rasi, po është krejt e qëllimshme. Është një farloj kritike për mënyrën se qysh funksionojnë streaming platformat. Ku për një dëgjem merr veç 4 cent dhe algoritmet i quajnë përpara veç ata që janë të famshëm already. E vet Hansen thot se ka dash me tregu sa i presht është ky sistem. E kur e sheh sa pa vlerë është albumi, kritika është vetë e kuptueshme. E si për inat, këngët në fakt janë shumë të mira, por albumi është mjaft i shkurtër po që ndërlidhen me njëra tjetrën. Jena tu fol për këngë të gjata 29 sekonda. Për lajme, fakte e gjana të çuditshme, follow Urban FM në krejt platformat sociale e subscribe në YouTube.